Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme apo natën e sotme për të sjellur pranë jush një video të bukur me dashuri. Do ta quaj me dashuri sepse fansa të tregojnë që kanë një dashuri të paparë për Eglitakon. Fansa që tregojnë që kanë një emocion të paparë për Eglitakon dhe pikërisht gjërat që ndodhin, situatat që ndodhin, Eglin e bëjnë që të jenë në qendër të vëmendjes. Të marrësh lule në jetë është sikur të marrësh dashurinë më të bukur dhe më të pastër nga bota. Të vetmen gjë që krijuesi e ka dhënë më të pastrën në botë është dashuria. Dhe atë, dashuria e pakusht, dashuria e sinqertë dhe dashuria e vërtetë. Egli Tako me të gjitha lëvizjet që bën, me të gjitha gjërat që bën, tregon që publiku fasionohet dhe vetëm fasionohet pas saj. E duan pafund, duan të shikojnë çdo lëvizje të saj, duan të shikojnë çdo momentin e saj dhe pikërisht Egli tregon një emocion të paparë. Në Instagramin e saj ajo ka postuar një fotografi shumë të bukur me lule të bukura dhurat nga ndjekësit e saj. Do me thënë, fansat mezi presin që Egli të startoj në emision, të takojnë sa më afër, t'i dhurojnë një lule dhe nëse Egli thot që unë kam fituar diçka në jetë, ajo që Egli ka fituar në jetën e saj është dashuria e pastër. Dashuria e pastër sikur lulja. Lulja është e pastër, lulja është e bekuar dhe në xhenet. Do me thënë, dashuria e pastër sikur lulja është dhurata që Egli e ka fituar në jetë. Dhe pikërisht jemi ne ato të cilët mundohemi çdo ditë, çdo natë, duke e jetuar Eglin, duke shijuar Eglin dhe duke u kënaqur me Eglin. Jam i lumtur që Egli merr këtë dashuri, doja ta komplimentoj sinqerisht dhe vazhdoni së besuar i Eglit, vazhdoni së besuar i projektet e Eglit, sepse vetëm Egli është ajo që ditë na dhuroj një super emocion.